për ju që nuk më njihni, unë jam Suareza, sepse kohët e fundit janë shtuar shumë abonentë të rinj dhe ju uroj mirëseardhjen. Shpresoj që të keni qenë mirë, të keni pasur një javë të bukur, po ashtu si unë. Unë kam marrë pushime nga shkolla dhe kam 7 ditë pushime, domethënë nga e hëna deri në të diel, deri në datë 2, dhe pastaj fillojmë praktikën. Kjo ka qenë një javë intensive, nga pjesa e mësimeve, provimeve, sepse duhet që t'i mbyllim të gjitha përpara se të nisesh me pushime. Dhe me pushime ne do të shkojmë diku, por akoma nuk e kam thënë se ku, dhe do ua tregoj, besoj në këtë video do t'jetë pjesa që do ikim me pushime. Po sot vendosa të filmoja, gjeta pak kohë. Paradite kam shkuar në qytet për të bërë shërpikët, për të bërë mbushjen, sepse shkoj çdo 3-4 javë. Siç e shikoni, nuk e di, besoj se duket, sepse janë pak më shumë volum. Vajta pak einkaufen dhe tani erdha në shtëpi, gatova dhe thash, okay, tani është momenti që të bëj një video. Kohët e fundit kam pasur disa kërkesa për bashkëpunim dhe sot dua t'ju tregoj një bashkëpunim, domethënë bashkëpunimin tim të parë që kam pasur. Dhe siç e shihni këtu anash meje është një kuti që më ka ardhur dje, mos gaboj. Dhe dua t'ua tregoj këtu brenda. Ky është emri i markës, siç e shihni. Më unsens, do me thënë është një gocë që bën qirinj dhe kanë aromë fantastike. Po e hapim së bashku për t'ju treguar dhe ju. Unë pak më përpara sa po xhirova një video për në Instagram dhe thash pse jo mos t'u tregoj dhe juve këtu në YouTube. Okej. E ka paketuar goca aq mirë sa të vije sigur të duart e mia. Ishte edhe kjo pjesa këtu lart, që mos të dëmtohet gjatë transportit. Do mundohem ta nxjerr. Okej, ky është kapaku. Dhe që nga pak e vështirë, sepse nuk dua ta prish kutinë. Okej, ja dolëm. Ka një aromë vanilje, sepse e zgjodha vetë, sepse ishte mundësia që mundet të zgjidhje çfarë të doje, por mua më pëlqeu ky paketimi, sepse ishte ngjyrë e bardhë dhe përshtatet me ambientin tek shtëpia, plus dhe aroma ime e preferuar, vanilje. Për pak dhe vërtet shtëpia merr një aromë fantastike. Ky ishte një bashkëpunim dhe më ka pëlqyer shumë, ishte shumë i këndshëm, diçka që më duhej, sepse aromat nuk mungojnë asnjëherë në shtëpinë time. Dhe thash pse jo dhe pranova të bëja të bashkëpunim me gocën. Ky ishte bashkëpunimi i parë dhe siç u thash do ikim me pushime diku. Për 3-4 ditë dua t'ju tregoj disa blerje që kam bërë tek New York. Gjëja e parë që kam marrë për rrugës, doja që të ndihesha komode dhe kur bëjmë udhëtime të largta, unë gjithmonë mundohem që të vesh streçe apo tuta që të jem sa më komode, sepse është pak udhëtim i gjatë, është rreth 10 orë. Dhe kam marrë këtë kostumin, më pëlqeu shumë, nga New Yorker. Ka këtë ngjyrën rose, pink, do me thënë rose e hapur, nuk është se është, nuk e di si duket në kamerë, po është një ngjyrë shumë e hapur, një rose e hapur dhe më pëlqeu. Materiali është i mirë, siç duket, dhe nga brenda është me push, ka këtë pjesën e elastikut që të thekson belin dhe këtë pjesën këtu në fund që është e mbyllur. Është masa XX dhe mua prapë më rri e lirshme, sepse për sa i përket madhësisë, New York i ka gjithmonë prerje të mëdha dhe unë më pas, domethënë më vete gjithmonë masa XX, sepse S-ja më rri shumë e madhe. Ishte edhe kjo bluza, materiali duket që është pambuk, ishte shumë i mirë, dhe këtë e kam marrë në masën XS. Nuk e di nëse e dallonin ngjyrën, janë ngjyra të ndryshme, por nga që nuk gjeta kostum roz, si që doja, thash t'i bëja të dyja dhe nuk ka ndonjë diferencë të madhe. Ky është edhe kostumi i parë që kam marrë në New Yorker. Pastaj kam marrë dhe një palë gjinse. Unë
kryesisht xhinset i marr gjithmonë tek Zara, po kësaj radhe Zara kishte disa modele që nuk më pëlqyen, ishin shumë të gjera, plus dhe ngjyrat, dhe thash pse jo, kam gjetur këto tek New Yorken dhe ishin, nuk e di, më pëlqyen shumë, ishin ky stili që kanë dalë tani, që janë të ngushta tek pjesa e belit dhe vinë shumë të gjata, që dhe mundet i palosësh pak në fund. Këtu janë po ashtu në masën 34, do të thotë është masa X dhe më rrinin fix. Kështu duket edhe nga mbrapa. Ishin diku tek 29,99, dhe me thënë 30 euro. Dhe jam e kënaqur sepse rrallë herë gjej xhinse siç i dua, por kësaj radhe i gjeta. Dhe blerja e fundit nga New Yorker janë këto pantallonat e shkurtra për dimër, që mund t'i veshim me çizme. Kanë këtë materialin si të butë, si lush mund ta themi. Nuk e di nëse dallohet në kamerë. Janë këto këtu, dhe këto janë në masën 34, në masën X. I mora sepse nga që do vemi me pushime, thash t'i kombinoja me diçka, nuk e kam gjetur akoma se me çfarë, por do e gjej një zgjidhje. Këto ishin blerjet nga New Yorker. Këtë fundjavë që shkoj, këtu në Gjermani bënte shumë ftohtë, ishte 7 gradë gjithë dita dhe natën ka qenë 4-5 gradë. Në mëngjes menduam të shkonim në një ferëm ku kishte lama, kishte kafshë të ndryshme. E kishim rreth 20-25 minuta larg dhe shkuam atje, kam postuar edhe në Instagram momente nga e diela jon. Dhe atje kur po ecnim, në një pemë ishte ndërtuar një dritare, nuk e di nëse keni parë këtu në Gjermani, për personat që jetojnë në Gjermani, dhe ishte mbushur me vazo, me kavanoza mjalti, dhe thoshte që jam bio dhe ishte i vendosur një çmim prej 7 eurosh për 350 gram, do të thënë një kavanoz kushtonte 7 euro dhe tham pse jo mos ta provonim dhe morëm 3 të tillë, e provuam dhe ishte i shishëm. Nuk e di për personat që më ndjekin dhe jetojnë këtu në Gjermani, besoj se duhet ta dinte, për mua ishte diçka e re sepse s'kisha parë ndonjëherë, por sapo e pash thash pse jo mos ta provojmë. Hello, nga një ditë tjetër. Kjo është dita që po bëja valixhen gati. Mora këtë valixhen e vogël si fillim se mendova se do mi merrte gjërat, por kur pash që gjysmën e gjërave nuk e kisha paketuar, pastaj vendosa të merrja një valixhe më të madhe dhe i paketova të gjitha. Ne vendosëm që të nisemi shpejt në mëngjes, mbasi nuk ka shumë trafik nëpër rrugë. Dhe këtu ndaluam në një autogrill që të merrnim një kafe apo diçka për rrugën dhe kam filmuar pak pamjet e rrugës. Koha ishte mirë, ishte diell, pak vrentur, por nuk na rashi, na eci shumë mirë rruga. Dhe sapo mbërritëm në Vjenë, këto ndërtesat në hyrje ishin vërtet shumë të bukura dhe shumë të vjetra. Ne vajtëm tek hoteli që kishim rezervuar, këtu kam filmuar pak se si dukej dhoma, ishte goxha e madhe, siç e shikoni, ishte dhoma e gjumit me një krevat doppio, ishte kjo pjesa e dollapit që kishte hekur për hekurosje dhe tavolinë për hekurosje që rrallë hotele e kanë. Kishte një banjë, 2 banja në fakt, të ndara më janë të vogla, siç e shihni dhe në foto, dhe ishte shumë e pastër dhe e bollshme për 2 net që do qëndronim aty. Kjo është pjesa që hyn tek recepcioni, ishin ata koltuqet. U bëm gati dhe vendosnim të dilnim. Këtu po shikoni pamjet të ndërtesat kaq të bukura. Parkuam diku aty afër sepse duhet që të lëviznim në këmbë dhe vendosëm që të shkonim tek parlamenti, që është një nga vendet më të bukura, po e them, me këtë ndërtesë këtu me kaq drita, ishte vërtet mahnitse. Ndërkohë kur ne shkuam aty ishte rrethuar me polici sepse po prisnin dikë nga parlamenti, një person normal të lartë dhe ata nuk është se të ndalonin të bëje foto apo gjë, por në një moment do duk sikur kishte ndodhur diçka, por s'kishte ndodhur asgjë. Pas 5-10 minutash erdhi dikush dhe më pas policia u largua. Një ndërtesë tjetër ishte ky teatri këtu, ishte shumë i bukur.
Pothuajse të gjitha ndërtesat kishin këto dritat LED të verdha, po e them, që natën ngjanin shumë bukur edhe për foto. Kemi vizituar shumë vende ditën e parë, por nuk pata mundësi që të filmoja gjatë gjithë kohës. Më pas vendosëm të darkonim te ky restoranti, ishte vërtet një restorant shumë i mirë dhe gatuanin shumë mirë. Më pas shkuam në hotel dhe kjo është dita tjetër, dolëm përsëri vende të reja, ndërtesa të reja. Me parkimet ishte pak keq në qendër, po e themi, sepse nuk gjeje parkime jashtë dhe duhet që të parkoje brenda dhe ishin me pagesë normalisht dhe ishin pak të shtrenjta, me thënë të drejtën, sepse kushtonte gati 6,90 €, 7 € për orë dhe ne ndënjëm diku te 3 orë dhe kem paguar diku tek 25 € mos gaboj. Ishte pak si shtrenjtë, por njëherë vim në Vjenë dhe nuk kishim ku të parkonim, sepse nëse do parkonim jashtë, parkimet ishin shumë larg edhe duhet që të ecnim shumë në këmbë. Ndërkohë kisha prerë biletat online për tek muzeu i famshëm, është një Welt muzeum, që do të thotë muzeu botëror, dhe një muze tjetër, nuk po më vjen emri tani. Ishin këta të dy këtu përballë muze përsëri, sepse në zonën ku ishte muzeu që kishin pronotuar, ishin gati 7-8 muze. Kishte shumë muze të vjetër dhe gjëra shumë të bukura. Unë jam munduar të filmoj pak, këto ishin pamjet brenda muzeut, shumë të bukura dhe shumë historike, kishte shumë njerëz. Na u desh rreth 1 orë që ta vizitonim të gjithë muzeun. Më pas shkuam dhe tek muzeu botëror dhe aty gjetëm statujën e Skënderbeut, se për atë vajtëm më shumë. Fatkeqësisht kam filmuar, por vetëm për në Instagram, domethënë nuk kam filmuar për YouTube, që të jetë videoja siç janë videot e tjera, por nuk ka problem. Ne shkuam, vizituam dhe ishte vërtet një gjë shumë e bukur, nuk është se e kisha parë ndonjëherë live, por më pas vendosëm të shkonim te kafeja më e vjetër në botë, Kafe Central quhet dhe është kjo këtu. Nuk kam filmuar shumë sepse doja që të shijoja atmosferën dhe momentin, por paksa për ju ja ku e keni. Ishte një ndër kafet më të bukura që kisha shkuar ndonjëherë dhe shërbimi ishte super. Atje takuam një shqiptar, si gjithmonë kudo që shkojmë do takojmë një shqiptar. Nuk ka vend që kam vizituar deri tani në Europë, në botë, që nuk e kemi takuar një shqiptar. Ishte shumë i sjellshëm, na shërbeu, na tregoi pak për kafen dhe u kënaqëm me të vërtetë. Më pas vizituam pjesët e tjera të ngelura të qytetit, siç ishin këto pamje të bukura, ndërtesat shumë të bukura dhe të vjetra, deri nga ora 7 pasdite, sepse u errësua pastaj. Më pas vendosëm të anim diçka dhe të niseshim për në Budapest, sepse udhëtimi zgjaste 3 orë e gjysmë. Rruga eci shumë mirë dhe sapo mbërritëm në Budapest, ishte ora diku 12 e natës. Sa shkuam tek dhoma që kishim marrë dhe ishte vërtet si një shtëpi. Siç e shikoni, tek pjesa hyrjes kishte kuzhinën, pastaj ishte dhoma e gjumit me dollap, me një televizor, po ashtu kishte edhe këtë karriken, koltukun mund ta quajmë tu te cepi, kishte edhe një tavolinë tjetër që mund të konsumohet diçka. Kjo ishte banja me lavatriçe, ishte vërtet shumë e re, shumë e pastër, çdo gjë ishte perfekte. Mbasi u zgjuam në mëngjes, kishim vendosur që të shkonim tek kafja më e bukur në botë kësaj radhe. Në Vjenë ishte më e vjetra në botë, ndërsa në Budapest ndodhet kafeja më e bukur në botë. Makinën e lam tek shtëpia, domethënë tek hoteli, sepse nuk ishte shumë larg, gati 13 minuta në këmbë, dhe vendosëm të shkonim në këmbë. Tek kjo ndërtesa që shihni, këtu ndodhej kafeja më e bukur në botë dhe po ju lë pamje ta shikoni, ishte vetëm me ndriçim, plot me njerëz. Ne kur hym nuk gjetëm radh, sepse vajtëm pak shpejt nga ora 9 dhe porositëm ndonjë cappuccino dhe një ëmbëlsirë që përfaqësonte këtë kafen. Shkuan diku tek 40 € të gjitha, por kjo pritej. Dhe kur dolëm, shikoni pak se çfarë radhe ishte bërë. Nga aty, pastaj vendosëm që të merrnim makinën dhe të shkonim tek një
Vend tjetër që ishte në planin ton, në listën ton, dhe ishte kjo kisha këtu e bukur. Kishte vërtet shumë njerëz, çdo gjë ishte shumë e bukur, por shikojeni si është mbushur plot dhe për plot. E vizituam, bëm disa foto, morëm diçka për të ngrënë, morëm këtë ëmbëlsirën e famshme të Budapestit, siç e shihni në foto, ishte e shijshme. Dhe më pas vendosëm që të shkonim poshtë në qytet, në një vend tjetër për të ngrënë diçka, dhe gjetëm këtë restorantin e famshëm në TikTok që ishte i mbushur plot me këto letrat që i ka shkruar dikush, dhe ne shkruajtëm po ashtu diçka. Ishte vërtet një restorant i çuditshëm, po e them, dhe i veçantë njëkohësisht, sepse nuk ishim qenë ndonjëherë në një restorant të tillë dhe ishte hera e parë dhe ishte vërtet shumë bukur. Mbasi mbaruam drekën dhe ngjitëm këto 2 letrat që shkruajtëm me emrat tanë dhe me datën dhe muajin që ndodheshim, dhe u nisëm drejt urës më të bukur që ka Budapesti, dhe është kjo këtu. Ishte vërtet shumë e bukur. Nga të 2 anët mund të kalonin njerëzit dhe në mes ishte për makinat. Kjo ishte edhe pamja nga lart që dukej parlamenti dhe ura. Atje shkuam me makinë normalisht dhe më pas zbritëm po ashtu me makinë sepse ishte goxha rrugë e gjatë dhe nuk donim që të humbisnim kohën. Dhe këtu janë disa pamje, ndaluam, bëm disa foto, disa video dhe vendosëm që të shkonin më pas tek parlamenti që ta shikonin më nga afër, dhe shikojni pak. Ishte gjëja më e bukur që kam parë, nuk e di, në këtë udhëtim që kam bërë 4 ditor, si në Vjenë, si në Budapest, këto janë ndërtesat shumë të bukura, nuk i kam parë në ndonjë vend që kam shkuar deri tani, janë vërtet shumë mahnitse. Dhe nga ndërtimi dhe nga arkitektura duken vërtet që kanë marrë shumë kohë për të ndërtuar, dhe po aty përballë parlamentit ndodheshin këto kpucët, të gjithë besoj e din këtë historinë e këtyre kpucëve të ngjitura, po themi. Ishte historia e personave të hebrejve që i vendosnin përpara lumit dhe më pas i vrisnin. Ishnin si fillim këpucët, i vrisin dhe ata binin në lum. Këtu kishte edhe këpucë fëmijësh, të rriturit, të moshuarit, ishte pak e trishtueshme, kishte shumë njerëz që e vizitonin, ndiznin qirinj, dhe duhet që ta vizitoja me patjetër këtë vend dhe të shikoja këto gjërat që i shikoja vetëm në internet. Ndenjëm pak aty rreth 1 orë e gjys, sa e vizituam të gjithë pjesën e parlamentit, pjesën e kpucëve siç e pat më përpara, dhe bëm foto, video normalisht, dhe më pas vendosëm që të shkonim në hotel sepse në orën 6 pasdite kishim prerë një bilet për të bërë një xhiro me varg natën për ta parë parlamentin dhe natën, dhe mbasi u bëm gati, dolëm, pritëm për të hipur tek Ania, dhe kjo ishte pamja që dukej natën, dukej shumë bukur me këto dritat. Udhëtimi me varg, po e them, zgjaste rreth 1 orë dhe kishte shumë njerëz, ishte mbushur plot dhe për plot. Nuk ishte asnjë vend të lirë. Këtu kemi filmuar pak të urën e famshme, ditën dhe natën, po ashtu të gjitha çfarë pam ditën, sepse ishin të gjitha anës lumit, i pam dhe natën, dhe ishte bukur. Kur po ktheheshim, po frynte pak erë, ishte pak ftohtë, por nuk zgjati shumë sepse pastaj u kthyem dhe vendosëm që të shkonim po tek një restorant që ishte po ashtu i famshëm, sepse doja që të vizitoja këto gjërat që ishin të bukura dhe ja vlenin, domethënë, për të shkuar. Ishte ky restoranti me palma. Ne shkuam pa rezervim sepse menduam se do na merrnin, por jo. Atje kemi pritur rreth 20 minuta sepse duhej rezervim, dhe personat që kishin rezervim normale kishin përparësi dhe hynin më përpara, ndërsa ne na thanë që të prisnim, pritëm, siç e thash, 20 minuta. Darka ishte shumë e shijshme, gatuanin shumë mirë. Dhe mbasi mbaruam, bëm një xhiro tjetër në qytet dhe më pas u kthyem në hotel. Dita tjetër nisi me një kafe, ëngrëm mëngjesin dhe na kishte ngelur dhe kjo ndërtesa, kisha, mund ta themi, për të vizituar. E vizituam dhe këtë dhe më pas duhet të niseshim sepse na priste një rrugë e gjatë prej 10 orësh, por me ndalesa rreth 11 orë.
Këto pushimet vërtet na ishin dashur dhe kaluam shumë mirë, mbërritëm në shtëpi nga ora 9 e darkës dhe më pas u përgatitëm për ditën tjetër. Faleminderit që më ndoqët.